Rëshqitet e dheut në rrugën 146 në Tetov kanë nxjerrë në sipërfaqe dhe gypin e ujësjellësit që furnizon ujë të pishëm qytetarët. Kjo rrugë që është rënuar rrezikon edhe banorët, sidomos tash në këtë periudhë kohore kur ka të rreshura të shiut dhe ngrica. Banorët thonë se rruga është rrezik për ta, ndërsa në kohën e dimrit për ata është sfidë në vete pasi që rruga rrëshqet dhe dheu shembët. Gjendja është e rëndë dhe gjendja e keqe. Duhet përmirësohet dhe duhet ndriçet se shumë zor të madh. Gjatë dimrit andaj ma keq. Sa punë me begaton ka, edhe ka rrëshqitje. Disa vende dhe ashem rruga për shkak se janë kënë shi ka ro shumë. Nuk ka rregulluar që të poshtë tek gropa kvadrat. 2 metri ngronë, e të në vetura të inqë të e bra. Që jo? Është për rrezik, për këtë qytetarët, është se nuk është në rregull, duhet sanuhet, po. Edhe ne jemi për ata sa më shpejt sanuhen ato probleme për udhëtarët. Por nga komuna e Tetovës thonë se kanë projekt për rrugën 146, ndërsa tenderi akoma nuk është hapur për të rregulluar këtë rrugë. Ata theksojnë se problemi veç më është i ditur dhe se ekipet janë në teren. Ne tashmë informuar edhe përmes mediumeve, ekipet e sektorit përveprimtari komunale dhe ndërmarrje e ujësjellësit kanë dalë në teren dhe konstatojnë gjendjen e cilën është rruga. Por rrugën e fjalë të cilën ju e përmendet, komuna vetë se ka projekt dhe pritet gjatë vitit të ndërtohet. Lagja 146 ka rreth 3000 shtëpi, ndërsa fakti se është në rrës të malit Sharr dhe shumica e shtëpive janë pa plan urbanistik. Se herë që kemi të rreshura të shiut apo të borës, kemi rrëshqitje të dheut, jo më larg se para një muaji. Nga rrëshqitja e dheut u dëmtuan edhe 2 shtëpi, ndërsa kur kemi të rreshura të borës për shkak të pirtësisë, veturat nuk mund të lëvizin në këtë pjesë.